Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur këtë të martë të rikthimin për plotësim hetimesh në SPAK të çështjes së ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Vendimi është marrë nga gjyqtarja Marinela Osmani, e cila i ka lënë prokurorisë së posaçme një sër detyrash hetimore për të përmbushur, si dhe një afat për 6 muajsh për përfundimin e tyre. Çështja nisi pas kallëzimit të bërë nga Partia Demokratike, e cila pretendon se gjyqtarja Gjoka ka fshehur në formularin e dekriminalizimit një vendim dënimi të dhënë ndaj saj nga një gjykatë në Greqi. Megjithatë, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishte kërkuar pushimin e procedimit penal me argumentin se procesi në Greqi është zhvilluar në mungesë dhe nuk ishte provuar nëse gjyqtarja kishte qenë në dieni të vendimit. SPAK argumentoi gjithashtu se ndjekja penale për këtë çështje rezultonte e shkuar për shkak të parashkrimit. Vendimi i GJK-s për rikthimin e dosjes për hetime shtesë është konsideruar si fitore nga Partia Demokratike. Përmes avokatit Genc Zhukutaj, demokratët deklaruan se SPAK ishte përpjekur ta mbyllte çështjen pa hetim të plotë dhe se tashmë prokuroria e posaçme duhet ta çojë hetimin deri në fund. Nga ana tjetër, veç gjyqtarja Irena Gjoka në dëshminë e saj para SPAK-ut ka deklaruar se nuk ka pasur dieni për vendimin e pretenduar të autoriteteve greke dhe se nuk ka qenë asnjëherë në dieni të ndonjë procesi penal të zhvilluar ndaj saj në Greqi.